Një zhvillim i papritur ka tronditur skenën politike në Kanada, duke ndryshuar balancat në parlament dhe duke rritur ndjeshëm tensionet mes partive kryesore. Deputetja konservatore nga Ontario, Marilyn Gladu, ka njoftuar se po largohet nga Partia Konservatore për t'u bashkuar liberalëve në pushtet. Vendimi i saj e afron qeverinë e drejtuar nga Mark Carney vetëm një mandat larg shumicës së plotë në dhomën e komunave. Në një deklaratë drejtuar zgjedhësve të saj, Gladu theksoi nevojën për udhëheqje serioze dhe një plan të qartë për një ekonomi më të fortë dhe më të pavarur për Kanadan. Ajo shtoi se ky është një moment që kërkon bashkëpunim më të madh politik dhe një qasje më konstruktive për të përballur sfidat e vendit. Ky është rasti i pestë në vetëm pak muaj ku një deputet ndryshon krah politik dhe i katërti që largohet nga konservatorët. Një sinjal i qartë i lëkundjeve të brendshme në opozitë. Kryeministri Carney e ka mirëpritur lëvizjen duke vlerësuar përvojën e Gladu si inxhiniere kimike dhe lidere në biznesin ndërkombëtar. Sipas tij, ajo do të sjellë energji dhe ide të reja në ekipin e qeverisë, në një moment që ai e përshkruan si një periudhë bashkimi për vendin. Aktualisht, liberalët kanë arritur në 171 mandate, vetëm një më pak se shumica minimale për 172 vendesh. Megjithatë, për shkak të vendeve vakant dhe rolit të kryetarit të parlamentit, qeveria ka tashmë një avantazh praktik në kontrollin e votimeve. Zgjedhjet e pjesëme të së hënës mund të jenë vendimtare. 2 zona në Toronto konsiderohen bastione të sigurta për liberalët, ndërsa një zonë në Quebec mbetet shumë e diskutueshme, pasi rezultati i mëparshëm u anulua nga Gjykata Supreme. Nga ana tjetër, lideri konservator Pierre Poilievre ka reaguar ashpër, duke kërkuar që Gladu të përballet me votuesit në zgjedhje të pjesshme, duke i kujtuar asaj deklaratat e mëparshme kundër kalimit nga një parti në tjetrën. Ky zhvillim përbën një goditje të re për Poilievre, i cili tashmë përballet me pakënaqësi brenda partisë dhe ndryshime në staf. Analistët paralajmërojnë se aftësia e tij për të mbajtur të bashkuar konservatorët mund të vihet seriozisht në pikpyetje. Ndërkohë, kalimi i Gladu tek liberalët jo vetëm që ndryshon matematikën parlamentare, por edhe sinjalizon një periudhë të re pasigurie dhe rreshtimesh të reja në politikën kanadeze.